Teksa po afrohemi finales së madhe që do të jetë më 18 prill, gara është bërë më e fortë, po ashtu edhe debatet. Ditën e djeshme, në shtëpinë e Big Brother VIP u organizua dasma mes Brikenës dhe Mateos. Ndërsa në prajmin e kaluar, u zbulua se finalistja e parë mes Brikenës dhe Selinës u zgjodh Selin. Në finale do të ketë vetëm 4 banor. Ndërkohë, banorëve ju drejtua pyetja: përveç jush, kush duhet ta fitojë këtë edicion të 5 të Big Brother VIP? 3 banorët më pak të votuar janë Edisa, Juela dhe Shëndriti, të cilët shkuan në televotim, ku njëri prej tyre largohet sot. Në sondazhin e Zona VIP, me pyetjen "Kë doni të shpëtoni?", kemi këto rezultate. Në vend të parë, si më i votuari për të shpëtuar, është Shëndriti me 57% të votave. Në vend të dytë është Edisa me 30% të votave, ndërsa më pak e votuara është Juela me 13% të votave. Sipas këtij sondazhi, sot duhet të eliminohet Juela. Por, siç dihet, është produksioni ai që vendos, dhe Juela ka qenë shpesh herë më e votuara për të dalë, por përsëri produksioni e ka mbajtur brenda. Po ju, kush mendoni se duhet të largohet sot? Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe në kanalin Zona VIP.